Kemi raste, për shembull, kur vetë punëdhënësit, në raste të caktuara, për shkak vdekjes punëtorit në punë, i kanë kompenzuar në mënyrë vullnetare familjarët e tij, mirë po ka raste kur domethënë për shkak pakënaqësisë që lidhet me shumën e kompenzimit dhe çështje tjera kanë kërkuar domethënë kompenzimin e çfarë do domi që ata vlerësojnë që kanë shumë shkaktuar pra gjyk. Për institucionet e caktuara, ne kemi vërejtur domethënë pjesa e sigurisë së shëndetit punës më shqetësuesja për momente për neve, sepse janë vdekjet në vendin e punës që janë duke ndodhur. Ne besojmë që Inspektorati i Punës do të trajtojë këtë problematik përmes një metodës që ka rezultuar deri diku, po besojna suksesshme, është ndalimi i vendeve të punimeve. Domethënë është vetëm një metodë e cila e siguron që një vend punishte, e cila nuk i ka kushtet për sigurisht shëndet punë, duhet të ndaloj veprimtarinë e saj. Për më tepër duhet të shtohet edhe politika zero tolerancës, domethënë ku Inspektorati i Punës të mos ketë tolerancë fare sa i përket këtyre vendpunishteve, dhe po besojna që gjykatat me shtimin e numrit të gjyqtarëve të ri, edhe pjesën e trajtimit e standardizimit mënyrës së trajtimit të lëndëve, kam arritur me përshpejtuar edhe epilogun e lëndëve sa i përket të drejtat. Në kishte me qenë në rend parë që mos e kemi asnjë rast vdekje në vend të punës. Në rend të dytë po ashtu nuk kemi në farë forme njerëz që jemi të interesuar që të dënojmë dikon, por megjithatë mos dënimi i rasteve paraprake, domthonë des punëtorit dhe një krye, po themi kështu, pronari një kompanie mund të qëndrojë më shumë se 48 orë në bord dhe pastaj lirohet dhe është i lirë. Kjo u jep një farë formë, një farë inkurajimi që mos të jenë shumë përgjegjshëm karshi punëtorëve të sektorit privat të Kosovës.